thoja, perëndimi ka humbur komplet vlerat e veta. Të barazisë para ligjit, të, si thua, të panshmërisë së gjyqtarëve, të pavarësisë institucioneve, të pavarësisë së shteteve nga njëra tjetra, pavarësisë bashkëpunimit, se tjetër është bashkëpunim, tjetër është nënshtrim. Se janë njësoj ato. E kupton? Shumë i qartë. I gjithë ky sistem sot po gryen Europën nga brenda. Dhe Europa çka ka bërë? Europa ka dalë në ledh. Europa nuk është me qendër për asgjë, përveç se për veten e vet. Ku Europa ishte qendra e diplomatike e botës. Franca në mënyrë të veçantë. Tashti Franca po los vetëm me tipat si Edi Rama. Ku ka ra? Ku ka ra? Ka rënë takohet presidenti i Francës. Jo, nuk, shiko, jo, normale që të takohet, po niveli i kërkesave dhe i pazareve midis tyre është... Po them për shkak të nivelit të kërkesave dhe pazareve. Është jo vetëm qesharak, po një rrezik i jashtëzakonshëm për Shqipërinë dhe për Francën, në mënyrë të veçantë për Francën. Franca ka humbur 70% të furnizimeve energjetike që merrte nga Afrika. 70%. Dhe sipas të dhënave, që mbeten për të konfirmuar dhe konfirmimi do vi maksimumi pas 2 javësh, domethënë para datës së 10 të muajit që vjen. Disa zera gazetarësh dhe analistësh brenda ambienteve të rëndësishme të Amerikës, domethënë të lidhur me Pentagonin, me CIA-n, me Shtëpinë e Bardhë e tjera, kanë lajmëruar se Europa po tërheq, Amerika po i tërheq të gjitha çka ka në Europë ushtarakisht. Aeroplan mbajtëse, anije lufte, avion luftarak, juajtës bombardues, kargo, avion që furnizojnë, domethënë tanker që quhen, avionat të interceptimit dhe të komandimit të tipit AVAX për shembull. Ushtarë më the tanket gjitha po i heq fare nga Europa. Që do të thotë Europa apo ajo që quhet NATO humbet 70% të forcës së saj ushtarake. Dhe kalojmë pak te protestat, lutem, se kam përshtypjen që është interesi dhe dhimbja maksimal edhe imi. Edhe joni, ne këtë kemi bërë vazhdimisht. Protestat tonë kemi bërë dhe shqiptarët e kanë pritur shumë të ditë engjëll. Të gjë që po ndodh dhe ka ndodhur prej ditë në Shqipëri. Si po e sheh? Atëre, shiko, unë vazhdoj të them që kjo protest ka qenë domosdoshme, është domosdoshme, është e mirëpritur dhe është e duhura. Deri në momentin që nuk do lejoj që të uzurpohet nga tradhtar të tipit Edi Rama dhe të llojit të tij, Sali Berisha, Ilir Meta, e më the të thash, pa përmendur emrat përveçëm nga këta të rinj, sepse akoma nuk kemi siguri ç'a janë, dakord? Po unë kam siguri që 2-3 figura aty që njoh mirë janë të tillë që jo vetëm nuk e meritojnë, po nëse vazhdojnë të jenë atje, siç dash para lajmërimin, do t'ja bëj me emra ato që di. Po i lajmëroj tani të zhduken një orë më parë. Ata që janë bi të baballarëve maskarenj, hajdut, falsifikator, mashtrues, të pabes ndaj të afërmit të tyre, e tjera, të zhduken një orë më parë. Ata kanë bërë shkollë, janë shkolluar, por ata janë mbeten gjithmonë bitë të pabesve dhe duke pretenduar se janë ata që vuajtën dhe ikën nga vendi për arsye se ky vend nuk u përshtatej, se i dhunonte, se i poshtronte e tjera, të vend bishin kokës dhe të zhduken një orë më parë. Sepse ata vazhdojnë hipokrizin. Se, dakord, nuk është e thënë që i biri të mbaj përgjegjësi për baban. Jo. Okej, e marrim të bëjmë kompromis bashkë vetëm për hir të bisedës. Po. Për të kuptuar. Ja të shikojmë që çka kompromisi është. Tipit amerikan. Jo më. Le ta besojmë, për shembull, sikur e gjitha kjo është një e vërtetë, një energji e mirë, dolën. Po pra unë dua që tham pikat, po duam që ta besojmë, duam gjithë ta besojmë valla. Se mos e keq kuptojeni gjithë, nuk ka fare arsye për çarje. Është arsye kjo biseda. Nuk është për çarje. Është arsye për të qenë vigjilent, kuptojmë edhe të jemi për të qenë vigjilent dhe për të mos lejuar që të na përçajnë. Mos kjo gjë kaq e bukur, kaq e mirë, kaq me interes për gjithë ne. Kjo është ajo që them vazhdimisht çdo ditë, edhe që po më thoni dhe po më akuzoni, po thoni ore ti e përçarës, ti po e dëmton, ti po e shkatron me këto biseda. E vërteta nuk është problem i madh, është një problem i madh dhe ne nuk mund ta anashkalojmë, nuk i mbyllim dot syt para këtij problemi.
nuk mund t'i mbyllim dot syt më. Problemi është aty dhe ne duhet ta shohim, duhet ta trajtojmë, ta kurojmë ose ta spastrojmë. Ta heqim te problemi të puçën, duhet ta heqim. Ta heqim sa është e vogël, që mos ta bëhet shumë e madhe. Që nesër të jo të qarë, nuk ka koma për të qarë, pastaj si për të qarë jemi tani dhe nuk do ta kthejmë të qarë në të qeshur me batuta me Ramën. Dhe duhet dal ke pyetje që thash do bëjmë sikur. Yes. Do e besoj një moment. Për hir 2 minutave që. Dolën pikat. Po. U than. Prit. A duhet një lloj? Stop. Pikërisht një nga pikat që, domethënë, ajo që mungoi në thenjet e Dritan Goxhait është pikërisht ajo që shtoi dyshimin tim ndaj tij. Ha, cila është ajo? Pra, çfarë mendimi ke për këtë pikë të hedhë, cila është ajo që mungon? Me sa di unë ai tha, poshtë qeveria Rama, të rrëzojmë qeverinë Rama, të rrëzojmë Ramën, të marrim pushtetin, të edhim poshtë atë paketën e maleve, ato të fushave, ato të detave, ato të bashkëpunëtorëve strategjika çfarë drejtimi quajnë. Por ai harroi, ose unë them që ai nuk guxonte ta thoshte. Faktin që Shqipëria duhet të mbetet patjetër një vend me territor të sigurt dhe të pacënueshëm. Me institucione të pacënueshme dhe të pavarura, me institucione shqiptare ku nuk fut gishtin askush tjetër. Kush e thot atë? Dhe sovraniteti i vendit të mbetet i padiskutueshëm. Nëse sot janë ngritur të tërë këta njerëz, janë ngritur për shkak të Sazanit. Dhe Sazani është një territor shqiptar i pacënueshëm që kurse si nuk duhet bjerë në dorë të dikujt tjetër. Kurse si. Asnjë copë territorit shqiptar nuk mund të vihet jashtë autoritetit të shtetit shqiptar. Siç ka ndodhur në Gjallë për shembull. Ku zonja Meloni thot po e marrim këtë në jurisdikcion italian. Che cazzo vuol dire nën jurisdikcion italian? Marrin copë shqiptare ata e bën të tyren? Jo thot kjo. Dele edhe tjetër merr edhe Sazan. Po pra. Dele një tjetër merr tjetër. Unë nuk jam kurse si kundra investimeve tuaja dhe zhvillimeve në çdo fushë, po unë nuk mund të lejoj që këto investime të bëhen në atë mas sa që të glaberojnë territor shqiptar. S'mundet. Domethënë, Bregdeti në mënyrë të veçantë duhet t'ju jepet investime prioritare shqiptare. Edhe nëse individi nuk e bën dot, jo që unë jam i sigurt që individi e bën, e kupton? Nëse ky shtet funksionon normalisht, ai shpisa është bërë individi sot dhe njerëzimi dhe njerëzit. Nëse nuk e bën dot individi, ta bëj shteti me paratë e shtetit shqiptar. Sepse shteti po bën gjithë farë maskarallaqesh, po e para majtas e djathtas dhe nuk mbron me investimet e veta këto zona. Unë të kam thënë që para 2 vjetësh ty, që Sazanin, që ti thej që po jo po atje në Sazan s'ka ujë, se thash edhe prandaj na duhet Xherët Kashner. Jo, se thash shumë, po thash. Po në një farë mënyrë. Se unë bëj gazetarë, them atë që thon tjerë, se do të them edhe zërin tjetër. Nësa unë të thash se unë që të kem diçka edhe për ata. Se ka njerëz që thonë o Altinit, Goxhait, o Altini i Engjullit. Unë jam i Engjullit. Jo re çon. Jam aq matur, aq i rritur. Jo, duhet ta sqaroj se kanë njerëz. Ky më vete, unë më vete. Engjulli di shumë mirë që unë marr edhe Altinin. Altini di shumë mirë që marr edhe gazetari Romeon marr edhe tjetër kushdo le të vi, edhe Dritani le të vi, edhe Edi Rama se kanë nga top sistemi Edi Rama. Po pra, detyra e gazetarit është të nxjerrin fakte. Ato që thotë Engjulli. Po pra, ç'të ke gjë? Engjulli e tha vetë, edhe ju duhet të jeni skeptik. Duhet të jeni gjithë për të mirën duhet përbashkët. Duhet të shikoni me sytë tuaj dhe të dëgjoni me veshët tuaj dhe të analizoni me kokën tuaj.